Egla Ceno, fituesja e Big Brother VIP 3, ka komentuar zhvillimet në shtëpinë e Big Brother VIP, teksa komentoi përplasjen mes Rogertit dhe Kristit, me këtë të fundit që i ka hedhur ujë në fytyrë, Egla e cilësoi si të dhunshme. Ajo tha se nuk ka lidhje me përplasjen e saj me Meritonin, pasi në atë rast ishte reagim zonje. Mëtej ajo tha se Rogerti është i vetmi që po luan fort, por ama nuk i pëlqen loja e tij. Egla shpreu simpati për Brikenën, të cilën e cilësoi burnesh. Ndërkohë tha se Selin është Helena e Trojës, pasi po kalon në një anë nga raporti me Mirin e nga tjetra me Gimbon. Viktimizimi është lojë shumë e njohur në shtëpinë e Big Brother VIP. Kjo video më tingëllon shumë e egër, shumë fizike dhe e dhunshme. Rogerti po e egzageron pak, por mos harroni që aty brenda ndjenjat, përjetimet ndryshojnë dhe gjërat zmadhohen sipas rastit. Për mua aty brenda vetëm Rogerti po luan fort, por mua nuk më duket korrekte, nuk është në gustot e mia, ai ka hyrë me 2 shpata në dorë dhe po bën Robin Hoodin. A ka lidhje me situatën time me Meritonin? Ne sot kemi miqësi dhe respekt për njëri tjetrin, jemi takuar dhe bëjmë humor me këtë sken. Unë, kur ka ndodhur ajo ngjarje, jam ngritur si zonjë pas një presioni kronik. Kur u kalua limiti dhe erdhi ai reagim, nuk do e quaja i shkëlqyer, por do e quaja normal, reagim zonjash, jo si ky që po shoh tani. Më ka pëlqyer Brikena, por teksa zhvillohet loja, po nxjerr një aspekt tjetër. Do i thosha që të mos hedh ganxhat tek asnjë mashkull aty rrotull, sepse është e fort vet, është burnesh dhe dua të vazhdoj kështu. Duhet të jetë vetëm që të jesh i fort prej vërteti. Miri dhe Selin po luajnë, por pa kaloruar mirë. Selin është si më e vetëdijshme, por ama është bërë si Helena e Trojës, sa ndej këndej. Mund të ishte interesante, po të theksoj raporti që Miri dhe Selin kanë me njëri tjetrin, por ata nuk e bëjnë këtë, megjithatë, nuk besoj se kanë interes dashuror. Këtë sezon nuk shoh asnjë interes dashuror tek asnjë banor aty brenda, u shpreh Egla. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.